Nëse keni me dizajnu një aplikacion për telefon, për shembull për iOS, sistemin operativ domethënë të iPhone-it, që është iOS, e zgjedh me këtë opcionin e modelit telefonit. Për shembull, në këtë rast po e zgjedh këtë. Edhe presim derisa të hapet dritari. Para se me fillu me bëu dizajnin, preferohet me shkarku elementet e gatshme të iOS-it, të cilat neve na bëjnë punën më të lehtë për me bëu dizajnin. Për ta bërë këtë, shkomi këtu, edhe pastaj klikoni këtu, edhe shikoni këtu kena opcionet për Apple iOS, domethënë për iPhone, kjo është për Android, edhe këtu kena për Microsoft Windows. Po në këtë rast na po fokusohemi te iOS-i. Kështu që kur klikoni këtu, na dërgon te një faqe e domethënë që developer.apple.com që na dërgon te resurset ku mundemi me shkarku. Edhe në këtë rast, siç po shihni vetë që tash ka dalë iOS 14 si sistemi operativ, ndërsa na po shkomi pe shkarkomi domethënë për sistemin operativ, këtë rast iOS 13 e kemi këtu. Nëse klikoni këtu, shikoni kjo është 81.5 MB. Fajlat e njëjtë na mund mi shkarku edhe me Photoshop. Se nëse ju kujtohet, kum thonë që na dizajnin për telefon, programet na mund mi bëu dizajnimin edhe me Photoshop. Po në këtë rast na po mësohemi për Adobe XD, kështu që e shkarkoni këtu për Adobe XD. Shikoni, këtu është për iOS, por nëse na duhet për shembull për macOS, domethënë për laptop, apo për kompjuter, apo për watchOS, kjo është për orë, tvOS, domethënë këtu i kena opsione ndryshme që na mundson Apple këtu. Po në këtë rast na e downloadojmë këtë versionin këtu. Çat moment që shkarkoni, në këtë rastin e kom desktop, shikoni, kjo vjen kështu në zip. Unë e klikoj 2 herë, edhe i marr fajla, drag and drop i heki nga zipi, i lëshoj për shembull kështu. Tash po e mbylli këto zipin, klikoj këtu, edhe po klikoj te ky folderi. Shikoni këtu ku fajla pak më shumë, po klikoni te kë. Edhe pastaj te ky folderi tjetër. Edhe shikoni, këtu e kam për iPad edhe iPhone. Në këtë rast mu po më nevojitet për iPhone. Kështu që e klikoj këtë. Edhe tash të hapot një program i ri, domethënë me Adobe XD, po Adobe XD nuk na mundson taba me hap si mbrana Photoshopit apo Illustratorit, po për çdo projekt që hap si këtë programi hapet në vetë si dy programe, bëhen kopje. Kështu që presim derisa të hapen ikonat, apo në këtë rast këtë elementet e iPhone-it. A merr pak kohë për arsye që keni me po tash ka shumë elemente. Tash po e rriti këtu. Shikoni, do të thonë tash me ALT e rriti e afroj. Shikoni. E kemi që këtu për secilën kallzon. Që këtu frame-at hazard. Të këto elementet e iOS-it i kemi në atë gatshme, shikoni. Muni ju, ku ta bëni për shembull dizajn e ju, muni me paraqitu se shikoni këtu janë këtë gatshme me editu. Na ja vendosmi emrin e aplikacionit, ja vendosmi ikonën tonë, shikoni si e kanë lënë vendin këta për ikonën, titulli, domethënë gjithçka me fonte tamam që del sa më reale në iOS. Shikoni këtu. Tash për momentin këtu janë lock, për shembull elementet, na shkomi këtu te layerat, shikoni, te unlock, këtë çka kemi bëu, kena mja hek këtu drynin. Kur ja hekmi drynin, domethënë tash këtu i bëna unlock. Kështu që çdo herë i klikojmë çato ku do me bëu unlock, edhe klikojmë këtu, ja hekmi drynin. Shikoni tash një demonstrim tjetër, që këtu elementet për nal, për hedera, kur është veç ora. Më thonë, gjitha i kemi të gatshme. Edhe parsa, varësisht prej dizajnit, çfarë dizajni kena me bu, atëherë i marrmi këtu elementet copy, paste dhe i vendosmi te dizajni jonë. Shikone, të i kemi tastierën, që sa mirë i kanë të dy versionet, domethënë edhe dark edhe light. Këtë headerin këtu që ka domethënë për iPhone-in e ri. Shikoni edhe llojit e fundit për gjithçka, domethënë kit i keni detajet.
edhe guide që për shembull këtu sikur vijat që ja qesmi na te flyerat për shembull sa mu largu këtu, shikoni edhe këtu ku i kanë këtu guide deri ku mundi me bëu domethënë dizajnimi, shikoni deri këtu në alt, deri këtu. Këtë elementet i keni të gatshme që kur të bëhet rotate domethënë Windowsi. Kështu që këtu i kemi këtë gatshme edhe varësisht ta shëna nevojitet për kësajna i marrmi edhe i bartmi te programi për shembull në këtë rast që e kam kriju në editorën para prake. I marrmi qesme kënena, domethënë copy paste edhe fillojmë me bëu punime. Domethënë e kemi sa mirë edhe ku ta bëmi dizajnimin e ikonës edhe ikonën mundi me qit këtu me pa mënyrë sa ma reale. Që shka më do kur domethënë edhe emri i aplikacionit, ikona e aplikacionit, gjithçka. Kështu që kjo ishte një video prezantim për m'ia bëu pak më lehtë juve procesin para se me fillu me bëu aplikacionin. Normal, video tjera kena me pas rastin me mësu ma konkretisht.